Kryeministri Edi Rama në podcastin e kësaj të diele, ku kishte të ftuar kandidaten për kryetare të Bashkisë së Tiranës Ogerta Manastirliu, nuk ka kursyer qëndrimet për dekretin e presidentit. Kryebashkiakun Erion Veliaj vet Ogerta Manastirliun e të tjerë, por midis tyre ai vazhdon të përsëris apo t'i rrëshkas një gënjeshtër, një dezinformim që në fakt e nxjerr lakuriq. Sepse është lehtësisht e verifikueshme, tashmë shqiptarët e dinë të gjithë, pavarësisht se në politik përsëritja është mëma e dijes për t'i mbushur mendjen opinionit publik për padrejtësitë, thuhen gënjeshtra apo goditen teza të caktuara në mënyrë të përsëritur të pandalshme, dezinformim me qëllim një çështje të caktuar politike, siç është teza Veliaj. Në rastin konkret, kryeministri ka përmendur një fakt: Erion Veliaj u mor nga zyra pa gjyq dhe u çua në paraburgim ku po mbahet prej muajsh. Të njëjtën tezë përdor edhe Erion Veliaj. Më morën brutalisht nga zyra pa gjyq dhe më çua në burg. Në fakt, marrja nga zyra e Erion Veliajt ka një shkelje të rënd ligjore, por nuk është në krahun e Veliajt, është në krahun e drejtësisë. Kujtojmë këtu rastet e arrestimit të zyrtarëve të tjerë, Ilir Beqaj, deputetët si Tom Doshi e të tjerë, të cilët janë shfaqur me pranga kur janë shoqëruar apo kanë shkuar në gjykatë. Tani e vetmja video që qarkullon dhe foto është kjo Erion Veliajt ku nuk është me pranga. Erion Veliaj në bazë të procedurës ligjore duhet të ishte burgosur dhe jo të merrej si princ, mirë e bukur dhe të çohej në makinë. Pra kjo është një shkelje e parë që nuk është në krah të Veliajt. Nuk është marrë në mënyrë brutale fare, as prangat nuk i kanë vënë, e kanë marrë si zotëri, i kanë thënë do të vish me ne, e kanë hipur në makinë dhe e kanë shoqëruar, pa pasur dhunë, pa pasur asnjë lloj rezistence, as ankese dhe asnjë lloj konflikti me oficerët e BKH-s që e shoqëruan. Pra kemi një gënjeshtër të bërë nga kryeministri me një drejtësi brutale. U mor nga zyra. Po si u mor lind pyetja, me apo pa gjyq? Në fakt askush nuk e merrte dot Erion Veliajin pa gjyq. Nuk mundet të arrestohet një person në Shqipëri thjesht dhe vetëm me një urdhër prokurori. Sepse veprimet e prokurorit i certifikojnë gjykata, ka qenë një vendim i GKK-s që ka pranuar arrestimin e Erion Veliajt pas fakteve dhe provave që kishin filluar të zbuloheshin në dosjen e tij. Provat po prisheshin dhe kjo është e vërtetuar dhe për këtë arsye ka akuzë edhe Klotilda Bushka, ish deputetja e Partisë Socialiste, ish kryetaria e Komisionit të Ligjeve. Veliaj nuk është marrë nga zyra pa gjyq dhe është çuar në paraburgim kot së koti. Erion Veliaj është marrë nga zyra si zotëri dhe është çuar në paraburgim me vendim gjykate. Jo vetëm me një akt të thjeshtë Erion banit, por ka kaluar në të gjitha nivelet e gjykatave. Ka kaluar në fakt në apel në gjykatën e lartë, ku masa e sigurisë është vlerësuar si e lishme. Faktet dhe provat e gjetura nga prokurorët kanë bërë që gjykatësi ta lënë Erion Veliaj në burg. Prandaj këto gënjeshtrat e përsëritura të kryeministrit Edi Rama se është pa gjyq në burg, thjesht dhe vetëm e nxjerrin mbretin lakuriq. Drejtësia brutale, o bobo çfarë i bën Lalit, e kanë marrë si zotëri, as prangat nuk i kanë hedhur se duhet të dilte me pranga nga zyra, sepse është me vendim gjykate dhe arrestimi i tij është totalisht i ligjshëm. Këtë e thon të gjitha nivelet e gjykatave. Se çfarë thuhet nga politika tashmë dihet, kërkohet të gjehen justifikime, fakte por jo të vërteta dhe përpara me dezinformimin. Fakte për të trilluar mendjet e militantëve të opinionit publik me gënjeshtra dhe të pavërteta që shpesh të nxjerrin lakuriq, si në rastin ton nxorën kryeministrin Edi Rama.